Falënderimet qofshin për Allahun, selavatet dhe selamet më të përzemta qofshin mbi vulën e profetit Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbarët ato të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Ku lutem madhruarin Allah na bëj prej tyre të nderuar vëllezër, nderuara motra. Rikthehemi elhamdulillah me ligjëratat e përjavshme, siç do të ejte me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe çdo të xhumë, vetëm se me orarin veror pas akshamit, shpresën e Allahut. Jemi ndalur para Ramazanit me jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam në një fragment tepër të rëndësishëm, ajo që i paraprin ndryshe betejave të profetit alayhi salatu wasalam, betejës së të kotës ose betejës së hakut me të kotën, ose cytjet kurejshite. Aty ku kurejshitët thamë me patjetër që nuk do të rrinin urdhë dhe nuk do të lejonin që ai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të jetonte në paqe në qytet-shtetin e tij të ri. Pra me 1001 probleme që i dërguari i Zotit do të kishte në Medinë, do të shtohej një problem tepër kryesor që do të ishin përpjekjet kurejshite për të destabilizuar Medinën dhe çdo lloj përpjekje për të shkaktuar pejgamberit alayhi salatu wasalam prishje të qetësisë. Këtu i madhnueshmi Allah ligjeron ato që quhet ndryshe në fen tonë një ndër shtyllat e Islamit, xhihadin ose luftën. Dhe unë do të ndalem pikërisht sot tek një akuzë që e përdorin në mënyrë të vazhdueshme ndaj Islamit, duke thënë se ai Islami është përhapur me luftë. Ai Islami është përhapur me imponim. Sa qëndron në të vërtetë kjo? 13 vite në Medinë, në Mekë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku e pati luftën? Çfarë lufte bëni? Kishte vetëm shtypje. Por edhe 8 vite të tjera, deri në ditën kur do të çlirojë Medinë, në Mekën. Çfarë lufte do të ketë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Lejon për 21 vite me radhë, ato që njihet ndryshe, domethënë idhujtaria, vazhdon idhujtaria në Mekë, edhe pse pejgamberi alayhi salatu wasallam është dërguar profet. Nuk ftojnë luftë, po themi të paktën 13 vite ose 14 vitet e para. Nuk ftojnë luftë. Kur i dërguar i Zotit kalonte domethënë tek familja e Yasir, Ammar ibn Yasir, çfarë thonte? Sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul janna, duroni ju familja e Yasirit se vend takimi jon inshallah do të jetë xheneti. Ishte ftesë për luftë kjo vallë, apo ishte ftesë për durim? Lindi nevoja e luftës, e xhihadit. Do të lindte kjo nevojë. Por Zoti xhallal xhelalu ka thënë Kur'anin e tij famlar: "Wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Allahu shpëlbim. Dijeni se në vendosjen e ligjit të Allahut, do të thënë në vendosjen e gjykimit të Allahut që ka vendosur, do të thënë qoftë kjo për gjakderdhje apo për haqe të tjera, ka çfarë? Ka jetë. Do të thënë kur ti e vendos drejtësinë të legjitimuar nga shteti, e vendos drejtësinë në vend, çfarë ke bërë? Ke gjallëruar edhe një herë tjetër jetën. Kur shteti do ta zbatojë drejtësinë e Allahut subhanahu wa taala, çfarë ka bërë? I ka dhënë jetë dhe një herë tjetër, ose i ka dhënë gjallëri jetës në tokë. Atëherë çfarë ndodh ka të nderuarit e mi? Ndodh ka që jo çdo gjë e cila na përcillet një formë qeka dhe e tillë. Nuk po flas këtu për ardhjen, mbritjen e Islamit në trojet tona. Kjo është një tjetër sajezë dhe një tjetër akuzë pa bazë historikisht. Kur Islami nuk është përhapur me luftë. Por sikur ta pranosh këtë gjë, ti si popull, ti si shqipe dy krenare që krenohesh domethënë me përkatësinë tënde ose me prejardhjen tënde nga pellazgët. Si e pranon që i paske pas para ardhësit e tu njerëz pa taban, njerëz frikacak dhe njerëz që kanë vazhdimisht që kanë trem domethënë nga sfidat e jetës.
Thu se Islamin këtu ta futën turqit me zor. Po ti pas ke qenë pa shtyllë kurrizore. 135 vite Algjeria e pushtuar nga Franca. Mbi 10 milion viktima, jo viktima, ndjes, mbi 10 milion shahid dëshmor. Nuk e lanë fejnë ato. Përse? Sepse feja nuk pranohet me dhunë, o vllai. Feja pranohet me bindje të plot. Kjo bindje ngulitet thellë në zemër dhe përkthehet deklarat me gojë dhe në vepra me gjymtyr. Kjo është feja. Ndaj dhe nuk kemi pa në një herë, domethënë, po sillim këtu një rast nga jeta e pejgamberit alayhis salatu wassalam, kur Abu Sufjani radhiyallahu anhu, pejgamberi alayhis salam, sikurse do ta përmendim inshallah në të ardhmen, do të ketë në jetën e tij, pasi e formon shtetin, domethënë e stabilizon atë, do të ketë diçka në jetën e tij që do të quhet shkresat me mbretërit e ndryshëm. Dhe një prej këtyre mbretërve dhe perandorëve do të jetë dhe mëkomsi i perandorit bizantin në Sham, Damaskun e sotshëm, Herakliu. I dërgon një telegram Herakliut dhe ai Herakliu të nderuarit e mi pyet, njëri me taban pra. Thot, a ka këtu nga mesi i popullit të këtij njeriu që më shkruan mua, sepse se njifte ai të dërguarin e Zotit. Pyetën dhe qëllon që ishte Abu Sufjani. Abu Sufjani si ishte musliman në atë kohë. Shkon Abu Sufjani në shoqërinë e një tjetri, normalisht që bisedonin me përkthyes, i drejtohet Herakliu dhe i thot, kush është më i afërt nga ju me të? Thot Abu Sufjani, unë. I thot këtij tjetri, thot, unë do ta pyes, do t'i bëj disa pyetje. Nëse ky gënjen, domethënë nuk përgjigjet saktë, për gënjeshtroje ti. Thot Abu Sufjani, për herë të parë në jetën time, sikur mos t'i ishte frika, se do të thonin për mua gënjeshtar, kisha për të gënjur në atë ditë. Po nuk doje që të shënoje në jetën time gënjeshtar. E pyeti pyetje të ndryshme, pyeti nëse ka patur ndër baballarët e tij kush ka patur pushtet. A ka patur, domethënë, ndër pasardhësit e tij njëri që i është marrë pushteti ose froni e pasurie etj me radhë. Ndër të tjera, shiko çfarë pyetje i bëri. Kush janë ata të cilët më shumti e pasojnë këtë profet? Dhe a ka në mesin e tyre pasi e kanë pranuar këtë fe të tillë të cilët tërhiqen mbrapsh, që quhen ndryshe renegat? I thotë Abu Sufjani, ata të cilët më shumti e pasojnë profetin alayhis salam janë të varfrit, sa ata ishin më shumë të shtypur, ndërsa nuk njohim në mesin e tyre, domethënë, njerëz të cilët e praktisin fen pasi e kanë përqafuar atë. Kur pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk ka patur, domethënë, përhapjet e Islamit me dhunë. Nuk e përmban këtë Islamit, nderuarit e mi. Nuk e pranon Islami një pranim të tillë të Islamit. Pra Islami ka vetëm me lirinë tënde. Ka bindesh apo jo. Nëse ka të tjerë, të cilët kanë hipokrizinë vetvete dhe mund të kenë projekte të tjera të cilët dëshirojnë t'i fusin në Islam, kjo është çështje komplet tjetër. Por ama këta nuk janë as pak të imponuar. Që ka të tjerë të cilët mund të jenë futur për politika të ndryshme që kanë projekte, e kanë treguar me kalimin e kohës. Por kjo nuk ka ndodhur as në kohën e profetit dhe as më vonë. Që të kemi patur njerëz të cilët e kanë pranuar Islamin të imponuar me dhunë. Këtu lindi nevoja e kujt e xhihadit ndaj dhe Zotit xhallal xhelalu në vitin e 2 të hijretit. Në vitin e 2 të hijretit ligjëron xhihadin. Ne do të flasim për këtë temë inshallah në herën e ardhshme. Unë po ndalim vetëm tek një pjesë tjetër, pra po ndalim ke pjesa e akuzave të cilat drejtohen në mënyrë të vazhdueshme se ai Islami është përhapur nëpërmjet dhunës. Pra në kohën e profetit vrem se ai Islami kurrë nuk u përhap nëpërmjet dhunës. Vim në kohën e Abu Bekrit. A pati luftë në kohën e Abu Bekrit apo a pati xhihad? Ne nuk kemi problem me termat tonë, nderuarit e mi. Ne problemin e kemi se jetojmë në një kohë
ku muslimanëve janë vendosur disa terma dhe detyrohen të ulin kokën. Nuk kemi gjë për të ulë kokën, ne nuk kemi islam bodrumesh. Feja jonë është e pastër, është e qartë, është si drita e diellit. Të tillë ka krijuar Allahu. Nuk është se flasim diçka nga vetja, që të kemi frikë, domethënë për të. Madje në vendin ku ne jetojmë, të mos kish qenë xhihadi i atyre personave të cilët kanë dhënë jetën e tyre, ti sot nuk do të flisje shqip, ti sot nuk do të kishe kufi shqiptare. Ndoshta do të flisje serbisht, greqisht, po shqip jo. Ti sot ke kufi pse pati xhihad. Nuk kemi gjë domethënë ne për të fshehur nderuarit e mi. Nuk kemi gjë domethënë për të strukur nga termat. Jo më ne kemi shtyllë të fesë. Kemi shtyllë të fesë tonë. Ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhis salam, sepse Zoti e përshkruan këtë në Kur'anin e tij famlar, ku thot la ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Thot nuk ka imponim të fesë. Është qartësu e drejta nga e kota. Kush ka qenë thot arsyeja ose shkaku i zbritjes së këtij ajeti? Janë dy shkaqe të cilat do i përmend aludojnë në të njëjtën gjë. E para, kishte prej bijve të Medinasve, të cilët kishin pranuar ose ishin bërë hebre, pasi ishin ndikuar domethënë nga shoqëria në të cilën jetonin. Shoqëria ku ata jetonin, ata të cilët ishin zhvilluar dhe të përparuar ishin hebrejt. Dhe i çonin fëmijët e tyre domethënë për t'u zhvilluar. Mirë, me kalimin e kohës, ai i cili të mësoi nderumim, ai i cili të bëhet mësues, ai të bëhet një prind i dytë shpirtëror ty. Ashtu duhet të jetë. Ashtu duhet të jetë. Dhe erdhi çasti kur prindrit u tregojnë bijve të tyre që jo, nuk duhet vazhdosh në hebreizëm, duhet bëhesh musliman. E ka lënë nona e baba fëmijën derisa u rrit s'ka pyet për të, për besimin e tij. Dhe kur bëhet çuni 20 vjeç, ja. Jena muslimanë, po nuk trashëgohet kjo fe, Allah. Nuk është me trashëgimi kjo. Sa e ka pas emrin baba Abdullah apo Muhammed. Kjo është shpërbindje që e ti, është me praktikë kjo fe, nuk është me llafe. Ka qenë gjyshi, thot dikush, nuk pas gjyshin hosh, është shift çfarë jeti vet, po lej gjyshin inshallah Allahu e mëshiroft. Ja bëv Zoti dritë atje ku është, ti vet çfarë je. Zoti ka për ta pyetur gjithë secilin për veten e vet. Ti mund të jesh një lutje para arzëve tu, patjetër. Thonë dhe kur pejgamberi alayhis salam i dëbën nga Medinja hebrejt, u nisën bijtë e sahabëve të bashkohen hebrejve. Këtu baballarët thonë jo, s'lejojmë në fëmijët tamë domethënë që tu shkojnë nga mrapa këty në të kotën. Çfarë thon fëmijët? Kur doni ju, na dërgoni për të mësuar, për të bënë njerëz. Tash kur doni, na thoni hajde mrapsh. Nuk është ky prindi. Shko, hajde. Po pse dele e ke atë fëmijë ti ezi? Mos këtu, shko këtu. Jo, tash mos shko këtu. Jo, hajde. Po nuk është dele, gjithë secili ka karakterin e vet, ka bindjen e vet, ka arsyeën e vet, logjikën e vet. Ti si prind ke detyrime pafund karshi fëmijëve tu. Po jo në këtë formë. Dhe fëmia karshi prindërve me patjetër. Dhe këtu është thotë shpallja Allahu xhallal xhelalu, nuk ka imponim të fesë. Ndërsa një e dytë është fakti thotë kur pejgamberit alayhis salam i erdhën njihet në historinë e Islamit, domethënë si delegacioni i Najranit. Delegacioni i Najranit ishte një delegacion i krishterë që ka shkuar tek pejgamberi alayhis salam për t'u njohur, për t'u prezantuar me fenë e Allahut, për të kuptuar se kush është feja. Dhe problemin më të madh që jetojmë në çdo kohë është prezantimi i fesë. Muslimani nuk din ta prezantojë fenë e tij. Nuk din ta prezantojë fenë e tij. Po është e thjesht nuk jetohet feja me komplekse vëllai. Ka nevojë për shumë komplekse.
Feja është e thjeshtë. Pejgamberi alayhis salam thotë inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba. Feja është e lehtë. Nuk e vështirëson kush fen vetëm se feja e përmbys atë. Si e përmbys atë? Po e përmbys pra feja e Allahut, e përmbys sepse e ka nxjerr fen nga origjinaliteti në cilin e ka krijuar Allahu. Dhe kur erdhën thotë në mesin e tyre kishte dhe bijtë të Medinasve, të cilët ishin vendosur në zonën e Xheranit, jetonin ata si të krishterë. Baballarët deshën t'i mbanin me të fortë, t'i ndalonin thotë në të fortë. I thotë pejgamberi alayhis salam, çfarë po bëni? Thonë i dërguari i Allahut, ne nuk do lejojmë që një pjesë e jona të shkojnë në zjarr. Pra a ka prind që mund dëshirojë, domethënë dëshiroj jo, po që ta lejoj që fëmia i tij domethënë të shkojnë në zjarr, absolutisht, asnjë s'do ta dëshironte një diçka të tillë, nuk do ta lejonte. Po ja që nuk e këto gjëra domethënë nuk është se i ken dorë si gurë të shahut që ti lëvizësh ti si të dëshirosh. Kjo bëhet me përpjekje, me mund, me edukat pafund, me sakrificë të mëdha. Dhe këtu thotë shpalli Allahu, la ikraha fi din. S'ka imponim të fesë. Nuk ka lidhje se ti je i tillë se çfarë duhet të jetë fëmia. Fëmijë si je i detyruar të bësh prindërimin tënd, je i detyruar. Por përtej kësaj nuk i imponon dot asgjë. Atëherë çfarë kuptojmë me këtë të nderuarit e mi? Ajo që kuptojmë nga kjo gjë është që feja, jeta e mot, është përhapur domethënë në liri të plot. Do të kuptosh domethënë se është përhapur në liri të plot. Një ndër fëmijët e Abu Bekrit radhiyallahu anhu është dhe Abdurrahmani. Abdurrahmani ibn Abi Bekr. E dinit në rumit e mi se ka luftu kundra babës vetë në 2 betejë në Bedr dhe në Uhud. Djali e Abu Bekrit. Çfarë tregon kjo? Pra Abu Bekri domethënë njeriu më i mirë pas profetëve. Elhamdulillah që Abdurrahmani t'i hapi Allahu zemrën dhe është bërë një musliman jashtëzakonisht i mirë. Po unë po flas domethënë në pjesën e imponimit apo jo. Djali e Abu Bekrit, o vëllezër e mi, është përballë Abu Bekri me të birin. Është konfrontu Abu Bekri me të birin. Në luftë, babë me bir. Në betejën e Bedrit janë përplas. Por çfarë tregon kjo? Kjo tregon që liri totale në pranimin ose jo të fesë së Allahut. Këto do të ishin arsyet e para që do të nxisnin ato që me patjetër ishte domosdoshme, ligjërimin e xhihadit të luftës. Ligjërimin e xhihadit të luftës. Por ky xhihad, kjo luftë është për të vendosur normat, jo për shkaktuar gjetderdhje. Media ka bë kërdin. Aq sa njerëzit të cilët nuk dinë gjë tjetër në jetën e tyre vetëm se të mund të ndjekin, domethënë pultin e televizorit me lëviz, me shëtit nga i kanalin tjetrin, pra nuk kanë baza të tjera, manipulohen kollaj. Dhe mjafton që ti të përmendesh mëse terrorist. Se po shko fëmia ke xhamia se po ta kesh për nder se ti nuk e din se çfarë ofron më, çfarë edukate të ofron xhamia. Ka shkruar një prej dietarëve të Islamit Abul Hasan an-Nadawi rahimahullah. Nga vitet 1948 një libër është dhënë gjuhën tonë shqipe, Madha khasira al-alam bil hitati al-muslimin. Çfarë humbi bota nga gjuhë e me rënjen e perëndorive islame. Bota, jo muslimanët, humbën stabilitetin, o vëllezër e mi. Humbën xhelozin, humbën drejtësinë, humbën njerëzillikun mbi të gjitha. Se deli budallat janë kryet dynjase dhe thot, do ta bëjmë kështu. Se ku e ka justifikimin, se ku e ka përfitimin, atë e din vetëm ai, dhe do të bëhet ashtu. Po kur bota islame nuk ka patur të tillë. Për gjatë historisë së njerëzimit, me miliona e miliona muslimanë janë vrarë, janë masakruar. Janë masakruar, o vëllezër e mi, për çfarë janë vrarë? Janë vrarë vetëm për atë se thanë, Zoti im është Allahu. Zoti ynë është Allahu. Për çfarë do të thotë Zoti ynë është Allahu? Të thush që Zoti ynë është Allahu, do të thotë të jesh rob i këtij Allahut. Pra unë do të jem ashtu si çdo në Allahu më qenë. Zhvishem nga çdo rrobe e imja,
domethënë nga çdo ego imi, nga çdo dëshirë imi, nga çdo unë imi, dhe bëhem ashtu siç thot Allahu xhelle xhelalu, them unë, urdhëroj unë, bëhem vetëm i tillë. Kjo do të thotë domethënë ti je robi i Allahut në mënyrë të padiskutueshme. Në këtë ka ftuar Islami. Tremben mendje lehtë domethënë dhe mendojnë se në xhamiat tona domethënë po i mësojmë njerëzve se si më u vra, po i mësojmë njerëzve se si më u masakru, se si më u rry njëri tjetrin. Po kur ka ndodhur kjo në historinë e Islamit dhe ku është kjo në Kur'anin famlar? Ku don Kur'anin famlar domethënë të flitet për bashkëjetesë. Lekum dinukum waliyadin, ju keni fen tuaj, unë kam fen time. Unë nuk do të praktikoj fen time, besimin tim, normat të cilat ne i ka përcaktuar Allahu subhanahu wa taala se i don tega dikujt apo një tjetrit. Wa umirtu an akuna awwal al-muslimin, thot Allahu xhalla xhelalu, dhe jam urdhëruar që të jemi i pari musliman. Pra kur bëhet fjalë për Islamin do të përpiqem që i pari domethënë po, unë jam musliman. Do në shifni normat e Islamit, shikoj t'jap një shembull të normave të Islamit në luftë. Tregohet për sahabiun e nderuar Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu se teksa përballej në një dy luftim me një person në përpjekje e sipër, domethënë një luftë shumë burrnore, në përpjekje e sipër Aliu radhiyallahu anhu arrin ta mposhtë këtë person. Dhe kur bëhet gati, domethënë sepse është në luftë pra. Kur bëhet gati thot ta vras, ky e pështyn Aliun. E pështyn në surat, në fytyrë. Kur e pështyu Aliu, u largua e la. E kishte në dorë. Ky u habit. Si ka mundësi domethënë që më pati në dorë dhe nuk më vrau. Ky ishte qëllimi i tij. Dhe i shkoi thot nga pas. Duke e ftuar, duke e thritur atë Aliun, dhe ore, po pse s'm vrave? Po dhe unë nuk po luftoj me ty se du më të vra. Ajo për cilën ne luftojmë është e kota me të drejtën. Jemi mbrojtje të drejtës. Jo se duam të shfarosim njerëzit, rujna Zot. Po tha po, përse nuk e bëre? Sepse unë dhe kur luftoj për Allahun. Domethënë jam i vetëdijshëm se çfarë bëj. Dhe kur ti më pështyve dhe pata frikë se do të hynte shejtani në mes, do të vrisja për inat timin, për veprimin që më bënë. Shihni të vëllezërit e mi. Islami domethënë nuk ushqen hakmarrje. Islami nuk ushqen, po sulmon unin, kush jam unë? Ti di kush jam unë? Po kush je ti? Qofsh kush duhesh. Më tepër se krijesë e Zotit a je, se krijues besoj mos je. Krijues është Allahu vetë. Pra atëherë bën ti je krijesë. Po që e krijesë nderuam im, krijesë metesh. Umar al-Mukhtar radiyallahu rahimahullah. Umar al-Mukhtar është një ndër herojtë e Islamit, libyan, i cili luftoi domethënë kundra pushtuesit italian të Libisë për më shumë se 25 vite. I thonë Umar al-Mukhtar, i thonë Italia, pra ishte shtet i mobilizuar. I thonë Italia ka avion, pra ne s'kemi avion, nuk kemi parë ndonjëherë në jetën time avion, në jetën tonë avion. Ka avion, sulmojnë me ta. E dini se çfarë i tha? Këto avionët a fluturojnë mbi arshin e Allahut apo nën arshin e Zotit? E thënë ato, s'ka gjë me kalu mbi arshin e Allahut, si i vjen me kalu mbi Zotin e gjithësisë. Pra tha, kalojnë poshtë arshit, apo jo? Patjetër që poshtë arshit as nuk diskutohet. Do të thonë Allahu tha është mbi arsh. Po. Në çdo gjë tha që është poshtë arshit, edhe nëse është në hava, ke krijesat hyn prap. Prap ke krijesat hyn. Ne çfarë i bëjmë tha kur shkon atje ke Allahu, kur shkon lutje vllai. Me u ngrejti lutje ke Zoti i gjithësisë për ty. Me të mallku ty, me u lut kundra teje. Asaj çfarë ti bësh ti? Po kësaj i panër. I panë se ne nuk jetojmë domethënë më mposhti ose do ta mposhtë. Nuk jetojmë për këtë. Do të jap një shembull tjetër për treguar se për çfarë jeton muslimani. Një emër në historinë e Islamit, një prej shokëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi.
Abdullah ibn Hudhafet e Sahmi, ngarkuar nga Umeri radiallahu anhu, bjen në robëri ai dhe 1000 ushtar, edhe më shumë se sa kaq. Po të paktën ishin 1000 të tillë peng në duart e bizantinëve. Mëkamësi i Bizantin ose perandori i Bizantin për ato vise dëshiron të testoj besimin e këtyre njerëzve. E normalisht që besimin duhet ta testojsh me ata më kryesorët, si rregull. Logjika kështu thot. Logjika thot që në krye del më i afti në të gjitha drejtimet, më i miri në të gjitha drejtimet. Kështu që ti kur dush me pa i diçka, do të shohësh ke sjelljet e këtij. Ndaj dhe vendos thot ta testoj besimin e këtij njeriu. Thot urdhëron që për ditë me radhë ta lenin pa ngrënë. Të kaplon uria. E kaploi uria pafund. Dhe deri aty sa rrezikonte jetën, thot i sollën për të ngrënë, duke ia cilësuar që ky ushqim është i gatuar me mish dhe errri. Nuk pranoi thot asesi. Nuk pranoi. I vdekje thash ajo. Për vdek kemi. Kur e pan që desh dha shpirt, e kupton? I ofruan ushqim të rregullt. Dhe u ushqyen për ditë me radhë me ushqim të rregullt, halal pra, në produkt. Mirë po i hidhnin shumë krip dhe nuk i ofronin lëngje apo ujë. Detyrimisht ty të ka planetja. Se ne nuk kemi thënë domethënë se besimtari as nuk e ka planetja, as nuk e ka plan mërziti, as nuk e ka plan. Jo më të gjitha këto besimtari është njeri, të gjitha këto e ka plojnë. Por pema e besimit në zemrën e tij ku është? Dhe thot për të shuar etjen atëherë, domethënë ku ai etja kishte arritur maksimumin, i sollën alkol, verë. Nuk pranoi thot asesi. Aq sa desh vdiq. Sërish do t'ja larguan, ja zëvendësuan me ujë. E provokuan në nderin e tij me një ndër femrat, domethënë imorale, prostitutat e kohës më të bukura që kishin ato në perandori, por më kot dele dështuar dhe thot, ky është shkëm, domethënë vetëm se më ka pa që jam njeri dhe as si lëvizje më tepër. A është gur apo është njeri? S'ka patur thot asnjë reagim. Atëherë perandori vendos, s'pas ka punë tjetër thot me këta njerëz, thot t'i ofroj ofertën e fundit dhe t'i dënoj pastaj. I thot nëse pranon fen time, pra të bëhesh i krishter, s'ka shumë rëndësi feja, pra të praktizësh fen tënde, ky është qëllimi. Po ne po përmendim të vërtetën historike që i propozon të bëhet i krishter. Nëse pranon do të fen time, të jap gjysmën e sundimit tim, perandorisë time. Mirë për të kuptuar i herë këtë zgjedhjen e këtij personi, qenë piva ujë, më kujtu një rast për të kuptuar pushtetin, sa vlen pushteti, sa duhet vlej pushteti në syun e muslimanit, në zemrën e muslimanit. Harun ar-Rashid rahimahullah i thot mësuesit ti, thot, hoxh, thot, sa vlen pushteti im, si e vlerëson ti pushtetin tim? Po me babën, thot. Me qenë shkretin, ti si mret, jetu vdek nga etja. Dhe nuk ka asnjë nga ato që të shoqërojnë ty, pra keni ngel, s'ka ujë. Dhe takohesh aty me një bari i cili e ka i shishe ujë. Jetu vdek ti, po s'pive ujë do vdesësh. Thot, sa e paguën atë shishe ujë që ai ka? Gjysmën e pushtetit, thot ja jap. Hiku gjysmën e pushtetit me shishe ujë. Dakor? E pive ujtin, pa. E shove etjen. Unë gobe, po. Të doli problemi dytë. Problemi dytë është se nuk del jashtë, nuk urinon dot. Dhe aty qëndron një mjek i cili e ka recetën që ti domethënë të dalësh jashtë të rahatohesh, mirë po, s'ta jep falës ai. Që i ofron gjysmën e pushtetit, thotë ai. Kishte hik gjysma, kush ngeli?
gjysma tjetër. Do më thonë të, hiku në gjysma tjetër e pushtetit, se që duhet pushtetit ty për s'patë e jetën. Pra njeriu për çfarë do pushtetin? Kur është një jetë. Se kur të vdesësh, a duhet më pushteti? S'tyn punë, ose nuk të pyet më njëri. Sa t'ja për shpirt? Ka pa ulla, thotë të ngrop. Puri. O birë, tha po, këtë lloj pushteti e kanë gjithë njerëzit. Me pi glojk ujë edhe me urinu e kanë gjithë njerëzit. Kaq ta vleka pushteti jot. Mirë po, ky koncept i pushtetit ke besimtari, kështu duhet jetë. Dhe Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi kështu e kishte, dhe kur ky i ofron që braktisë besimin t'jap gjysmën e pushtetit, si menoni vallë, se i besimtari mirë si Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi i dorëzohej kësaj gjëje? Kurrë në kurrës ta. Atëherë urdhëron dëshkimin që nuk ishte gjuhë, domethënë ta zbatonte në perandorinë e tij. Vendos një enë të madhe me vaj, nxehej ajo pra. Futej robin të i gjallë, as kockat domethënë s'dilnin kockat domethënë. Edhe i kishin çut sa para këtit. Pra i kishin fut disa persona. Thot kur po i vinte rradha, filloi duke qahë. I thon mreti, thot po qan. Mos e luni më. Bjerni më këtu. Pra ishte ajo dëshira e shiqyr. E kaploi frika. Zoti xhelel xhelal në Kur'anin e tij famlar për besimtarin çfarë thot? Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiri s-sabirin. Ne do t'ju sprovojmë ju me frikë, me uri, paksim të pasurive, me vdekje. Domethënë paksim e vdekje, të paksim të frutave, domethënë dhe të mbjellurave, e ti e po mysh dhe përgëzoi ka durimtarët. E afron mbreti dhe i thot, ha, u bën e bishman? Jo, e thot e çfarë bishman u bën? Thjesht, domethënë, po tha, po pse po qaje? Thjesht po qaje, tha se për dy aspekte. E para që Allahu nuk ma ka mundësu që të kem më shumë se sa i shpirt, dhe të vdes disa herë në këtë formë, pra ta kem disa herë fundin e tillë, edhe e dyta, se çfarë pas kam bëu, domethënë çfarë gjunahu do të kem bëu, që këto kanë shku në xhennet para meje. Pra do kisha dëshiruar që ti ishe unë i pari i cili ekzekutohesha. Bëje një veprim, thot perandori, dhe të premtoj që të liroj ty dhe të gjithë pengjet muslimane. Pra kërkonte një veprim që ta justifikonte dhe ai ke populli vet. Thot mpudhësh mballë në prezencë gjithë, këtë thot e bëj. Edhe ashtu ndodhi, e bëri. Pse e bëri këtë? Sepse në një përllogaritje shumë të shpejtë, bëni llogarinë domethënë sa vlen një musliman. Një musliman vlen më shumë se e gjithë bota e çkante. Arsyeja, sepse ai bart në vetvetet ndërumit e mi fjalën e tauhidit, fjalën la ilaha illa Allah. Kur Musa alayhis salam i që lutur Allahut, i pati kërkuar Zotit gjithësisë, duke i thënë, o Zoti i gjithësisë, mëso më mua një dhikër, një fjalë me të cilën mund të përmendun ty. Pra e kërkoi pak si të veçantë. Çfarë thotë ai? Allahu xhallal xhelalu thotë, ja Musa qul la ilaha illa Allah. O Musa, thuaj la ilaha illa Allah. Pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thënë afdalu dhikri la ilaha illa Allah. Dhikri më i mirë është fjala e tauhidit. I thotë, o Zoti im, të gjithë njerëzit e thonë, pra të gjithë besimtarët e thonë diçka të tillë. I thotë Allahu xhallal xhelalu, ja Musa law anna samawati sab'i wal ardin fi kiffatin wa la ilaha illa Allah fi kiffatin la wazanat bihinna la ilaha illa Allah. O Musa, sikur qiejt e toka në njërën anë të peshores dhe fjala la ilaha illa Allah të jenë në anën tjetër, do të peshojë më shumë fjala la ilaha illa Allah. Pra ai e bëri llogarinë shumë shpejt. Të shpëtosh një besimtar, një njeri në përgjithësi, po flasim në rastin konkret që ai kishte njerëz monoteist në qafën e tij, të shpëtosh një besimtar është si të kesh shpëtuar gjithë njerëzimin. Nëse ky do t'i kishte thënë këtij personi që po e bëre këtë veprim,
unë do të liroj ty, dhe do e kishte bë, atëherë ishte i pa justifikuar. Sepse do kishte pranuar domethënë dëshkimin e tjerëve, do të ishte burracak, do të ishte frikacak, dhe Abdullah ibn Hudhafa dhe Sehmi nuk ishte i tillë, Zoti qoftë rëzi për ti. E bëri këtë veprim dhe ai e majti fjalën, i liroi të gjithë. Lajmi në Medinë mbriti para se të mbrinte ky me pengjet e muslimanëve. Dhe i kishte dhënë edhe dhuratë madje perandorit, domethënë duke pa qëndrueshmërinë e tyre në besim. Ky pra është besimi. Do imponim më të madh ti? Nuk e lan fenë ato. Ju rrezikon të jetën, nuk e lan fenë. Kur mbritin në Medinë del Umeri radhiyallahu anhu vetëm në pritje të tyre. Dhe thot, na trego edhe një herë si ka ndodhur kjo. Ai shkreti ul kokën duke e treguar në publik, domethënë diçka të tillë, pasi e tregon të gjithë ngjarjen, të gjithë ndodhinë. Njeriu i cili dinte të vlerësonte veprimet, dinte të vlerësonte besimin, dinte se si ti motivonte njerëzit, se si ti vlerësonte gjithë se i cilin ta linte në vendin që i takon, u ngrit dhe tha, e kanë borxh që të gjithë pranishmit me puthën ballë këtë zotni i cili me i puthje balli, domethënë ka shpëtuar 1000 jetë njerëzish. Thotë dhe unë jam i pari, thotë Umeri radhiyallahu anhu. Vëllezërit e mi, Islami është i jetësueshëm, domethënë është shumë praktik. Nuk ka nevojë ta mësosh, po. Ka nevojë ta mësosh, Islami ka nevojë ta mësosh. Në Islam nuk gjejnë vend ignorantët, është e vërtetë. Ato të shkretit nuk gjejnë vend. Ignorant jemi vazhdimisht ne, po domethënë trish me ignorancën tënde, trish me unin tënd, ato nuk gjejnë vend në Islam. Ndërsa të gjithë kategoritë e tjera, për aq sa u nevojitet një jetë domethënë të dinë, gjejnë vend. E lutim Zotin xhelel xhelalu, Zot na falë na mëshiron, na pajisë Zot në moral të lartë të Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam, na bëj jetën të lehtë, na mëson Zot ta vëmë atë në shërbim të fesë tënde, na bëj vdekjen të lehtë, na mëson Zot të vdesim me dinjitet e shahadet. Lutem ty madhnueshmi Allah për çdo të smur Allah shëroj. Për çdo të stresuar, për ngosë munduar nga brengat e jetës, Zot largoja hallet brengat streset e tij. Për çdo të munduar nga borxhet, ndihmoje Zot në shlyerjen e borxheve të tij. Për çdo beqare Zot bashkoje me njerëz të hallallit. Lutem ty madhnueshmi Allah për të vdekurit tanë dhe vdekurit e mbar muslimanëve, Zot derdh mbi ta mëshirën tënde. Shndroi varret e tyre në lish për lulishtave të xhenetit. Lutem ty madhnueshmi Allah për çdo të burgosur me të padrejtë, Zot ndihmoje në shlyerjen e këtyre përgjegjësive të këtyre sprovave. Të lutem ty madhnueshmi Allah për gjithë pranishmit, mos le lutje pa ju përgjigj, hall pa zgjedh, e dëshirë pa ja plotësuar. Të lutem ty madhnueshmi Allah, mos lejosh të dalin prej kësaj xhamie vetëm se me gjunahet falura me tobë të pranuar, me lutjet para refuzuara, sikurse na mundsohet të mblidhemi këtë natë begatu, këtë natë xumaje, na mundsohet Zot që të gjithë së bashku të mbledhemi në xhenetet e larta, në xhenetet e Firdaus. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.